Në kuadër të ditës ndërkombëtare të deteve dhe lumenjve në qytetin e Vlorës u organizua një aksion pastrimi në zonën e Pyllit të Sodës dhe Zvërnecit, një nga zonat më problematike për sa i përket ndotjes, por gjithashtu edhe një nga më të rëndësishmet për zhvillimin e turizmit në rajon. Aksioni u zhvillua në bashkëpunim mes prefekturës së Qarkut, Bashkisë së Vlorës dhe nxënësve të shkollave të qytetit, duke treguar një shembull të mirë të ndërgjegjësimit qytetar dhe përfshirjes komunitare. Në fjalën e tij, prefekti i Qarkut Vlorë, Plator Nesturi, theksoi rëndësinë e ndërhyrjes në zonat të mbrojtura si kjo, të cilat kanë një peshë të madhe në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit dhe mbrojtjen e mjedisit. Është jetike që të mbrojmë burimet ujore dhe natyrore që kemi. Zona si Pylli i Sodës dhe Zvërneci ka nevojë për kujdes të vazhdueshëm, jo vetëm për funksionimin e tyre ekologjik, por edhe për rolin e tyre në turizm. Ky aksion po zhvillohet tashmë në gjithë Shqipërinë, ku kemi një aksion i cili bëhet në emër të ditës ndërkombëtare të mbrojtjes së lumenjve dhe të detrave. Në këtë kuadër, nga Qarku i Vlorës, pra me iniciativën dhe të AMBU-s dhe të prefekturës së Vlorës, organizohet në mënyrë të njëkohshme ky lloj aksioni për pastrimin e ambienteve të cilat kanë bëjmë me lumenj dhe me detet në 4 bashki të ndryshme, pra në Vlorë, në Himar, në Sarandë dhe në Selenicë. Është një aksion i cili bëhet pikërisht jo vetëm për të mbrojtur natyrën, por njëkohësisht është dhe një vlerë e shtuar për një qark i cili në bazë ka turizmin. Dhe turizmi nuk mund të operohet me sukses, me dinjitet, pa përkrahur natyrën. Prefekti u ndal edhe tek lumi Vjosa, duke theksuar se mbajtja e tij pastër mbetet prioritet kombëtar. Sa i përket Vjosës, realisht është bërë një punë shumë e madhe edhe në kuadër të basenit ujor Vjos. Edhe cilësia e ujit dhe gjithçka tjetër janë marrë masa për ndalimin e çdo lloji aktiviteti i cili mund të bëjë ndotjen e tij. Dhe kjo nuk është vetëm për Qarkun Vlorë, pasi baseni është shumë i gjerë, ka përfshin 4 prefektura tjera, janë 24 bashki në të cilën operojnë në lumin e Vjosës, dhe mund të themi që jemi në rrugën e duhur që të kemi një basen të ujor të Vjosës, i cili të jetë i pastër në përputhje dhe me gjithë ruajtjen si nga ana ligjore, por njëkohësisht edhe mjedisore të tij në të gjitha aspektet. Edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës, Elisa Lili, foli për rëndësinë e mbajtjes së pastër të zonave pyjore dhe bregdetare. Pylli i Sodës dhe Zvërneci do të jenë vazhdimisht në fokusin ton. Nuk mjafton një ditë, pastrimi dhe mbrojtja e këtyre zonave do të jetë një angazhim i përhershëm. Nëse sot është një ditë e shënuar për të qenë aksion në lidhje me Bashkinë e Vlorës, ky duhet të jetë një proces rutin që gjatë duhet ishte bërë. Kjo zonë këtu në këtë farë gjendje që e shohim sot është këmban alarmi, ka qenë evidentuar më parë dhe për Bashkinë e Vlorës kjo do jetë një proces rutin dhe detyrë e përhershme në programin e këtyre ndërmarrjeve për të mbajtur një qytet sa më të pastër. Kështu që aksioni i sotshëm në kuadrin e bashkisë ne jemi në mbështetje të prefektit, por do të vazhdoj për gjatë gjithë kohës. Ky aksion është pjesë e një nisme më të gjerë që po zhvillohet në të gjitha bashkitë e Qarkut Vlorë me qëllim sensibilizimin dhe angazhimin e qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit dhe burimeve ujore.